këtë kërkesë të konsumatorit. Dhe kjo vjen krejt si pasojë e neglizhimit qeveritar. Për mua nuk është çudi kur kemi një qeveri të grupeve të WhatsAppit, pasi që në WhatsApp nuk bëhet qeverisja. Qeverisja është një projekt WhatsApp po bëhet koordinimi, më pas njoftimi në Facebook për qytetarët të flasë. Faktikisht, kemi kaluar në një qeverisje të rrjeteve sociale, sinqerisht është shumë e dhimbshme për neve, sepse ne si komp, si shtet, kemi momentumin e artë që të ecim përpara të gjithë, dhe kjo s'na falet, ne duhet të zgjedhim njerëz të duhur për vendin. Dhe mos dal nga kjo temë, sa i përket energjisë elektrike, është baza për thithjen e investitorëve. Ne kemi stagnim në investimet e huaja, madje qeveria mundohet të krekosët se ka investimet e huaja dhe ato konkretisht shumica janë pra në sektorin e ndërtimit. Por unë më falë, vetëm këtë. Unë nuk i quaj ato investimet të huaja, sepse ata janë vëllezërit dhe motra tanë nga diaspora të cilët vinë dhe blejnë shtëpi për vete, sepse jetojnë në shtëpi të mëdha, siç jetojmë ne gjithë shqiptarët me nga 2-3 vëllezër, dhe tashmë koha moderne ka bërë që ne të ndohemi nga njëri tjetrit, të krijojmë njëri tjetrit hapësirë, dhe ai lloj investimi nuk është investim i cili e rregullon mirëqenien e qytetarit. Ai mundet me ndiku pak në buxhetin e shtetit, fare pak, ndërkaq nëse e filloj me folë për ndërtimin, se si shpërshkon... Por do të ndalësh atë energjia elektrike, zotri Gaxhirri. Pra, pak a shumë mes rreshtave po kuptoj se qeveria kaluar nuk bëri shumë në sanimin e problemeve dhe krijimin apo prodhimin e më shumë energjie vendore në këtë rast, siç ka qenë edhe llafi i termocentralit Kosova, e tjerë. E keni fjalën për këtë çështje? E kam fjalën për disa çështje. Kjo qeveri ka sabotuar shtetin e Kosovës, këtë e them me plot përgjegjësi. Ka sabotuar shtetin? Kjo është gjëja më e keqe që ka mundur me ndodhë këtij vendi. Qeveria Kurti ka ndaluar gazin amerikan, që ka qenë një investim fillestar $300 milion dhe do shkonte deri në $1 miliard. Përveç kësaj, përveç që Kosova do gazifikohej dhe ne do paguanim për energji gjysmë të çmimit të cilën e paguajmë për momentin, nëse sot paguajmë €1, do paguanim 50 cent përmes gazit, po ashtu Zotri Kurti e ka ndaluar këtë projekt, sepse ka thënë se ju ka dokur vetja që është më i mençur se sa amerikanët. Në aspektin tjetër, ka ndaluar Kontur Globalin. Kontur Globali ka qenë në një termocentrali në shkruar nga Zotri Haradinaj, investimi së cilit prapë ishte 300 milion fillestar dhe do shkonte deri në €1 miliard. Çka ka bërë Zotri Kurti? E ka ndaluar Kontur Globalin dhe ka paguar Kosova €90.5 milion dëm shpërblim kompanisë pse e ka shkëput atë kontratë. Ndërkaq, neve na ka lënë pa kapacitete energjetike. As nuk ka bërë kapacitete energjetike, as nuk i ka lejuar projektet që të vazhdojnë, dhe thjesht kjo ndryshe sabotimi nuk është. Po, Gaxhirri, më lejo të komunikoj me shikuesit që na shohin në YouTube, sot kemi një pyetje direkte për ta, sepse zakonisht duam që përmes tyre të marrin mbase opinionin e tyre për veprime, qëndrime politike, por sot kemi vendosur të pyesim gjithë ata që na shohin, nëse pra ju si qytetarët Kosovës po arrini që t'i përballoni çmimet të produkteve bazë për fshirë këtu edhe rrymë. Pra është një qëndrim që do të mundohemi ta nxjerrim gjatë këtij transmetimi live për të pasur si po i përjetoni këto çmime. Zotri Qupi, po dal tek ju direkt, nuk di saktësisht se si qëndron Shqipëria me çmimet e produkteve bazë. Jemi duke bërë një ulëmtim për të krahasuar çmimet Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut. Megjithatë, deri në këtë moment shohim se në Kosovë specifikisht mund gjesh çmime që kushtojnë më shtrenjtë se sa në vendin e prodhimit, ta zëm në Gjermani. Po edhe Shqipëria ka probleme me çmimet e mandrave, sidomos me çmimet e mandrave të përditshme, të mandrave ushqimor. Dhe kjo është një temë e përditshme, por është një temë e cila, si thuash, bëhet më emergjente, afrohet përsëri për shkak sepse ndodhin shumë fenomene. Dhe fenomenet që ndodhin këtu janë fenomenet asaj që quhet tregu i lirë, dhe qeveria thot se jemi para tregut lirë, dhe kjo sigurisht që është një formulë demokratike dhe kudo mund thuhet kjo gjë. Por ato të tjera çfarë janë në dorën e njeriut janë abuzimet. Ne kemi disa probleme me të abuzimesh me çmimet. Praktikisht 2 ditë më parë drejtësia vuri para përgjegjësisë dhe sidomos kontrollet qeveritare.
E pra, është dora e shtetit ajo, zoti Qupi, po më thoni se është dora e shtetit, dora institucionale që ndalën abuzimin me çmimet. Ndërkohë ne si kemi këtë? Që ne rriten çmimet? Po patjetër, ishte një problem shumë i madh me abuzimin e çmimeve të fruta perimeve, ku grumbulluesit e mëdhenj kishin dyfishuar çmimin në mënyrë të fshehtë. Dhe tashmë janë detyruar të paguajnë për këtë gjë, janë detyruar të nënshtrohen kontrolleve shumë të hollësishme, me qëllim që ky fenomen të mos ndodhë më. Dhe sigurisht që konsumatori është konsumator dhe do patjetër çmimin më të lirë. Por ndërkohë, kur ndodhemi para fenomeneve që ligji nuk e lejon, por ata shkelësit e ligjit e bëjnë këtë gjë, atëherë jemi para një ballafaqimi midis konsumatorit dhe tregtarit, si më thënë, njeriu që e merr nga prodhimi që e çon tek konsumatori. Por përgjithsisht çmimet e tjera siç është çmimi i energjisë elektrike, çmimet e përdorimit të përditshëm të llojit tjetër, domethënë të llojit teknologjik e tjerë, janë çmime të cilat praktikisht kanë ardhur gjithkohës në rënje dhe energjia. Pra, zoti Qupi, po më thoni se energjia elektrike, çmimi i energjisë elektrike në Shqipëri ka shkuar në rënje në vazhdimsi? Gjithkohës ka shkuar në rënje. Sepse tek ne është rritur 3 herë